Lëvizja qytetare Kush është i radhës do të filloj gradualisht me dorëzimin e kërkesave për zjarrin në Koçan, ku humbën jetën 61 persona. Përfaqësuesi i lëvizjes, Umer Muhamedi, në një konferencë për media para qeverisë, bëri të ditur se do të fillojnë me dorëzimin zyrtar në arkiv të gjitha institucioneve që i konsiderojnë kompetente për zbatimin e kërkesave. Ata kanë dorëzuar kërkesën e tyre të parë, vendosjen e një e-inspektorati apo software-i përmes së cilit do të futen të gjithë proces verbalet e inspektimeve të kryera. Sipas tij, synimi i tyre është që qytetarët të kenë qasje se cilat lokale janë të sigurta dhe cilat jo. Do të jetë një faqe ku secili prej nesh do të mund të shohë se çfarë kanë konstatuar inspektimet në faqe përmes emrit të objektit. Në rast se shkruani emrin e subjektit dhe nuk del asgjë, do të thotë se po kryen një aktivitet që nuk është i regjistruar në regjistrat përkatës, deklaroi Muhamedi nga lëvizja qytetare Kush është i radhës. Sipas tij, nëse nisma injorohet nga ana e autoriteteve, kjo lëvizje do t'i përdorë të gjitha mekanizmat për realizimin e kërkesave të tyre. Ata paralajmëruan edhe protesta me sloganin "Sistemi harron, ne jo". Protesta do të mbahet të njëjtën duke filluar nga ora 18 para qeverisë. Nga aty është planifikuar një marsh nëpër Këshillin Gjyqësor dhe Kuvent deri tek Gjykata Penale.